Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Me të gjithë ju që jemi parë gjatë kësaj kohe, por edhe me ata me të cilët ndoshta ka një kohë gjatë me të cilët nuk janë parë. Në fakt në çdo lajm, prej dje edhe deri sot, titulli për këtë takim ishte ngritet në Tiranë grupi Antibasha. Mua më duket se kjo është qasja më e përciptë për pasqyruar dramën në të cilën ndodhet sot Partia Demokratike, por njëkohësisht edhe qëllimin e këtij takimi. Unë nuk jam Antibasha, por për që në qartë deri në fund, po e përsëris edhe një herë. Nuk më intereson fare personazhi i Lulzim Bashës. Edhe pse Lulin e njoh pak më gjatë se të tjerët. Unë dhe Lulzim Basha jemi bashkuar Partisë Demokratike zyrtarisht në vitin 2005. Por në fakt diçka na pengoi për ta besuar gjithmonë njëri tjetrin. Mua më pengoi intuita, atë mbase e pengoi frika. Megjithatë, unë s'kam qenë dhe s'jam asnjë ditë kundër tij. Sigurisht që nuk kam qenë shoqëruese e mendimit pa mendim politik të tij. Nuk e kam zgjedhur për kryetar partinë në 2013, ky nuk është as sekret, por unë as nuk jam bërë pishman. Ndaj nuk kam arsye që të ndjehem e zhgënjur dhe as e zemëruar me to. Dhe për më tepër them se urrej personalisht, sepse urrejt janë pak duhet merituar dhe nuk shpërdoren për këdo. Luli është thjesht një i paaft për të menduar. Thjesht u ndahem me të në mënyrën se si e duam Partinë Demokratike. Unë e dua Partinë Demokratike, Partitë të Demokratëve, antarë të saj po e po, por mbi gjitha e dua Partinë e Shpresës për shqiptarët që duan demokracinë. Nëse do ta kishim dashur të dënë njësoj, sot ne nuk do të ishim këtu. Me dhimbje them që këto vite Partia Demokratike nuk ishte as ajo që donin antarët e saj, dhe sigurisht as ajo që donin shqiptarët. Unë sigurisht që nuk jam jashtë asaj çka ndodhi këto vite, madje edhe ju kërkoj ndjes se nuk kam bërë diçka më shumë që Partia Demokratike mos kishte këtë formë pa formë që ka sot, pa ideologji, pa shtresat natyrale mbështetëse të saj, pa entuziazëm dhe pa formë ndryshimi. Thënë këto, më lejoni t'ju them si e shoh sot më 21 korrik gjithë këtë ngjarje. Deri në datën 25 qershor, Lulzim Basha ishte i vetmi përgjegjës për katrahurën dhe shkërmoqjen elektorale të Partisë Demokratike. Por mbas 25 qershorit, ai nuk është më përgjegjës i vetëm. Është një ndër ata që nuk kanë dashur të harxhohen as me fjalë dhe as me shpirt për fatin e mëtejshëm të Partisë Demokratike. Është një ndër ata që valvisin ofiqin apo mandatin si mantel basupeve dhe nuk bëzajnë për ndjesinë e humbjes dhe të fyrjes që ndjejnë sot demokratët, për zhgënjimin ndaj njëri tjetrit dhe për rrugën pa kryer në cilën enden sot ata që i kanë besuar Partisë Demokratike. Po, Basha është pasqyrimi më spektakolar i problemit të madh që ka Partia Demokratike. Një forcë politike që ka vite që ecën qorrazi, pa vendimarrjen forume, pa dëgjuar demokratët, pa standarde gare të ndershme, pa lista antarësie, me struktura partije të organizuara dhe mbi të gjitha duke i ikur të vërtetës çdo ditë. Nuk kam qenë në bashkëbisedimet e tjera që Astriti ka zhvilluar këto kohë me demokratët. Sot kam ardhur, por edhe për një arsye tjetër, sepse ua kisha borxh demokratëve të Tiranës, të cilët më kanë votuar për 3 herë radhëzi në parlament. E di që shumë kanë pyetur pse nuk kam qenë. Madje dikush nga miqtë që është në sallë më tha: "Heshtja këtë ditë nuk është fjorim." I mirëkuptoj të gjithë, por ju kërkoj të mirëkuptoni dhe ju. Nuk kisha fuqinë e sigurisë se ku flet dëgjohesh dhe se gjërat kështu siç është sot mund të ndryshojnë. Kam folur dhe s'ka folur këto vite për këto probleme, për mungesën e transparencës, për vendimet e padiskutuara, për mbledhjet mediokre të grupit parlamentar, për zhbjerrjen e ideologjisë dhe për frymën përçarëse në Partinë Demokratike. Sikurse s'kam lënë përpjekje pa bërë dhe influencë pa ushtruar që Partia Demokratike të hynte në zgjedhje. I kam akoma në sy kokat e ulura dhe heqjet e vështrimit në mbledhjet e grupit parlamentar dhe kam akoma në vesh tingujt e kujt më akuzonte hapur apo tinës në hauret e harbutëve politik dhe mediatik se kush flet për problemet e PD-s bën agjendën e Edi Ramës. Fatkeqësisht koha më dha drejt. Dhe jo vetëm mua, por kjo as më bën mua të ndjehem mirë, as bën ndonjërin nga ne të ndjehet i fituar. Jam bashkuar Partisë Demokratike si një parti që e krijuan njerëzit, jo iluzion, nevoja për liri dhe për të folur dhe jo frika për të menduar. Por, më ndjeni, kjo rrymë vetë shkatruese që ka mbërthyer Partinë Demokratike këto vite, nuk ka asnjë lidhje me idenë time se si duhet të jetë forca politike të cilës sipërkas. 3 janë momentet që vlerësojnë demokracinë e brendshme në një parti: zgjedhja e kryetarit, zgjedhja e listës elektorale dhe vendimarrja në përforume.
Në të treja ne kemi një deficit të qartë demokracie dhe degradim të standardeve që mbajnë bashkë një parti apo çfarëdo lloj grupi që do të ishte ai. Kryetari zgjidhet pa garë, kandidatët zgjidhen pa u konsultuar, forumet janë injoruar në mënyrën më të shëmtuar. Dhe nuk është rastësore që paaftësia e kryetarit të partisë për të menduar u kthye në tiparin dallues të Partisë Demokratike gjatë këtyre viteve. Tërësisht e mbyllur për të reflektuar, për të dëgjuar, për të debatuar dhe për të ndryshuar. Një forcë politike në cilën përligja e humbjeve ishte mbi çdo gjë dhe ku fatkeqësisht nuk ndryshohej asgjë. Nuk mund të jetë normale që ne të pretendonim të shkonim nga fitoria në fitore duke quajtur gjithmonë fitore humbjen, apo duke u krenuar për humbjen si heroizëm përballë krimit. Kjo ka ndodhur gjatë gjithë zgjedhjeve që janë zhvilluar gjatë këtyre 4 viteve. Kjo parti është përballur me byron politike. Kjo parti është përballur me qeverinë që i ka vrarë deputetët në mes Tiranës. Por u rikthye në pushtet vetëm pasi u përball jo vetëm me kundërshtarin, por edhe me vetveten. Ndaj, ne, asnjëri prej nesh, nuk jemi prishaqepës sot pse nuk ishim në listat e Bashës. Do të pranoja këtë gjykim në rast se do të kisha folur pas listave të tij. Por jo, ne nuk kemi pritur fundin për të thënë më në fund atë që mendojmë. Kemi folur për të shmangur këtë gjendje ku jemi sot, humbës dhe të përçarë. Nuk pat ke fushat gjëkundi një përpjekje reale për dal nga qorsokaku pa dritë ku ndodhej Partia Demokratike. Për çka është sot është rrjedhojë zbrastisë së mbushur me inat e mediopritet në oborrin e Partisë Demokratike. Të konfliktit pacif mes vetes dhe me gjithë botën, të ngulmimit për ta gjetur vegjën e fajit gjithmonë jashtë oborrit tonë. Dhe sikur këto të mos mjaftonin, na u dashka që në çdo humbje të shpallim edhe një akt triumfi. Dua me gjithë shpirt që ta kem gabim, por zgjedhjet e sotme të Partisë Demokratike më ngjajnë me një përshpirtje në errësirë. Janë një përpjekje të dëshpëruar për të ikur përgjegjësisë. Dhe PD-ja 22 korrikut nuk do të ndes dot asnjë shpresë tek demokratët që nuk e votuan atë në 25 qershor. Dhe nuk pres as fare që të ndezë në një dritë shprese tek ata që nuk duan të votojnë për askënd. Ndaj, kjo nuk është betejë personale, por të zvoncuar Bashën me një emër tjetër. Është nevojë për të braktisur qasjen që na dëmtoi të gjithëve. Dëmtoi demokratët dhe dëmtoi shqiptarët. Është domosdoshmëri për të ikur fitoreve imagjinare, të ideologjive imagjinare, me republika imagjinare që në fund sjellin ndëshkim të paimagjinueshëm. Do doja shumë që sonte të isha gabim. Do doja shumë që koha të më provonte mua, edhe mbas këtij takimi të sotëm, të paaftë për të kuptuar. Në fundit, kjo nuk do t'i bënte PD-s dëmin që i bëri i paaftë për të menduar. Por kam frikë se nuk jam gabim. Nuk jam gabim kur them atë që mendoni secili prej jush. E vetmja strategji fituese në Partinë Demokratike këto vite ishte investimi tek vetëshkatrimi dhe përçarja. Do doja të isha gabim kur mendoj se PD-ja do të dalë më e dobët dhe jo më e fortë nga zgjedhjet e nesërme të 22 korrikut. Do doja përsëri të isha gabim kur mendoj se nëse të përtasim fitore sa herë kemi fitore si këto të lutit. Nëse do të vazhdohet me armiq klase dhe urrëtitje të pamenaxhueshme brenda llojit, nuk ka çadër që do ta shpëtojë Partinë Demokratike nga rrebeshët e ardhshme elektorale. Që të jem e sinqertë deri në fund me veten dhe me ju, unë sot nuk konformohem dot as me ata që më dhanë të drejtë me vonesë, të cilët nuk kanë asnjë rëndësi që heshtën kur nuk duhej, por ka shumë më tepër rëndësi se prej këtij zgjimi të vonë nuk mundëm të ndalim shfaqjen më të shëmtuar dhe të shtirë të demokracisë në Partinë Demokratike 22 korriko. Nesër unë nuk do të votoj. Nuk marr dot vendim për asnjë prej jush, por do t'ju ftoja dhe do t'ju kujtoja me përgjegjësi të mendoni nëse Shqipëria është më e mirë me PD-n e vërtet apo me përshpirtit e nesërme për to. Më dhëm kjo që po ju them. Por kjo është hera e parë kur me plot gojën them, vota nesër nuk ka asnjë vlerë. Më ndjej Zoti Selami, për cilin kam respekt, por vota e nesërme nuk e bën Partinë Demokratike më të mirë, më të fortë dhe më të bashkuar. Dhe me një forcë politike që nuk kontribuon dot për bashkimin brenda vetes, është tërësisht e pamundur që të kontribuojë nesër për një Shqipëri ku jetohet. Ndaj, për ta kuptuar këtë, nuk besoj se asnjëri nga ne duhet të ketë një zgjuarsi shumë të madhe. Mjafton që të duash Shqipërinë dhe Partinë Demokratike. Pse nuk ka besim tek PD-ja e sotme, shqiptarët kanë më pak shpresë se Shqipëria do të ndryshojë nesër. Dhe për të ndryshuar Shqipërinë, demokratët duhet më parë të ndryshojnë Partinë Demokratike.